Në zonën e Sazanit kemi filluar punën për të bërë disa veprime në lidhje me zhvillimin e zonës së Sazanit. Sazani është një ishull i cili, siç është përsëritur dhe herë të tjera, do të mbetet në pronësi të shtetit shqiptar. Shteti shqiptar në atë projekt do të futet si bashk investitor, bashk pronar. Jemi duke negociuar me kompaninë për sa i përket përqindjes që shteti do të ketë në zhvillimin e projektit dhe pa diskutim që sapo të kemi një pasqyrë më të qartë se si do të jenë kushtet, sa përqind do të jetë shteti shqiptar dhe kohët e lëvrimit të projektit, do t'i bëjmë transparente. Mirë, si që dëgjuam, pra hapa konkret nga ana e qeverisë shqiptare, po përcaktohet se sa do t'jetë përqindja që do të marri nga ky projekt edhe qeveria shqiptare. Pra, avokat Leonard Karaj, se sonde po përpiqem të thras me emrin që të mos ngatrohemi, duket që është zyrtarizuar kjo puna e projektit të ndjes të Sazanit. Sa gjëra janë zyrtarizuar në këtë vend o Andi dhe s'kan përfunduar, kështu që prit gomat të bi mbari, them këtij muhabeti. Unë nuk e besoj që kjo histori do përfundojë ndonjëherë, edhe për një shkak të qëndrueshëm dhe të arsyeshëm, them unë, për mendimin tim, pasi Zvërneci dhe Sazani është bërë çështje politike edhe në Amerikë. 2-3 ditë më përpara, e kam thënë, duket gjeja po pardjet tek kolegu jot Redvar Aku, një senator shumë i dëgjuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndër të rinj, por me një kapacitet të jashtëzakonshëm dhe konsiderohet edhe si një ata me potencial të rëndësishëm për të qenë në një të ardhme të afërt dhe kandidat për president të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Thomas Jonathan Ossoff, ka denoncuar publikisht atë që neve e konsiderojmë domethënë si çështja Sazani-Zvërneci. Ai sigurisht e lidhte me princin e Amerikës, si kundër e konsideronte ai dhëndrin e presidentit Trump, dhe për mënyrën se si zoti Jared Kushner ishte duke e konfiskuar në thonjza, po them unë, sipas Ossoffit, ishullin e Sazanit, një nga perlat e Mesdheut dhe Zvërnecit. Fakti që është bërë ka ardhur deri në këtë lloj prizmi, pra sa që është bërë pjesë edhe e politikës amerikane, në një të ardhme të afërt, dhe kjo ardhme të afërt nuk na ndan më shumë se 4-5 muaj në zgjedhjet midterm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku sipas sondazheve republikanët me shumë gjasa mund të humbasin edhe Kongresin dhe Senatin. Çështje të tilla me qasje strategjike të rëndësishme, unë nuk besoj domethënë që do ka anashkalohen dhe do kalojnë domethënë pa u bërë pjesë edhe e diskursit në Amerikë. Pra, çfarë duhet të them? Është që pavarësisht se qeveria shqiptare fillon të ndërmerr këto masat si kundër i ka bërë në shumë raste, unë nuk besoj domethënë që neve do arrijmë në një konkluzion në lidhje me Sazanin apo me Zvërnecin, sidomos pas kësaj që ka ndodhur. Sazani dhe Zvërneci, Shqipëria është ndërkombëtarizuar për shkak domethënë të rëndësisë që kanë këto dy pozicione në mënyrën në mbrojtjen e ambientit. Por përtej kësaj edhe për shkak të politikës në të cilën është qasur Edi Rama dhe kundërshtarët e tij, ata të cilët deri dje kanë investuar për të. Dhe këtu e kanë fjalën për Sorosin dhe gjithkusht tjetër. Edhe Alex Soros, se duhet lexosh në për letra, Andi. Përpara 3-4 ditësh në postimin e tij më të fundit, domethënë shkruante kur në një trajnim, diplomim të atyre studentëve të fundit që financohen nga Fondacioni Soros, thoshte armiku më i madh i joni është ata që deri dje i kishin miq. Pra duhet të rrezzosh në përresa për të kuptuar domethënë përplasjen e madhe që ka sot për sot, problematikën që ka sot për sot Edi Rama. Kështu që unë nuk e besoj që Zvërneci dhe Sazani do të shkojnë si projekte. Nuk është se jam nga këta ekonomistët e famshëm që thonë, po ç'a ndodhi, si është e mundur që do marrim lek nga kjo punë. A Sazani, a Zvërneci nuk do ishin për shqiptarët, o Andi. Flieni amen të kokës, të mos u bëni budallënj. Sazani, jo, se është pak larg. Po atë jo të lutem, sepse këtu e kam tani emocionale gjë, nuk e kam analizë. Sepse po të nisësh nga kjo ide, Shqipëria do duhet të ishte Zvicra e dytë me gjithë këto pasuri nëntoksore të cilën janë vjedhur këtij vendi. Çka kemi përfituar ne nga nafta, mo?
Çfarë kemi përfituar neve? Dhe po t'jap dhe një lajm tjetër, e diti Andi domethënë që Alpetroli është duke ushitur te kompania italiane për t'i bërë çokën Giorgia Melonit. Dhe nuk është problemi pse po vinë italianët e Alpetroli. Mirë arçin, por është problemi domethënë që e gjithë ajo që konsiderohet debit ekonomik dhe financiar që ka Alpetroli do të zerohet. Më ka shkruar për këtë faktikisht është një doktor i shkencave gjeologjike i Suftushe, që më ka dërguar një material dhe që flet tha është problematike çështja e Alpetrolit, tha se po shitet te kompania italiane Eni, dhe unë nuk di tani për këtë se do duhet të investiguar pak më thellë kjo dhe nuk duhet të kjo duhet ta mbaroj nesër mbrëmë këtë hipotezë, prandaj mos u fut kësaj, ta thash vetëm si lajm për të bërë krahasimin. E qartë. Faleminderit avokat. Kjo përsa i përket Alpetrolit, kjo është gjë që do ndodhi. Ne e kemi patur fushat në mbajse ka qenë në zotrimin ose në posedimin e Italisë dikur në vitet 30, nuk është gjë e re, po unë do të sjell një shembull këtu të një referimi që ka bërë ambasadori amerikan në vitet 30, ku thoshte për ndërhyrjen e qeverisë italiane në atë kohë Mussolini në pushtet, për ndihmat që kishte dhënë Shqipërisë, përfshi këtu edhe spitalin që kemi ne quajmë spitali ushtarak Vojtram, që kanë ndërtuar italianët, dhe ambasadori amerikan, një njeri brillant në atë kohë, një dashamirës i Shqipërisë në vitet 35 ka thënë që Agjip, që në atë kohë kishte zotronte fushat në mbajse tonat, si sot që kërkon të vijë Eni, thosh që ata brenda një nate, jo që investuan dhe korrupsioni ishte shumë i madh, por brenda një nate ata mundet të shkatërroheshin të gjitha tubacionet që ata kishin ndërtuar për shkak sepse ata kishin sabotuar. Nëse do të shikoni që në Shqipëri mund t'i largonin nga Shqipëria në momentin e parë. Dhe unë mendoj që këto janë investime të cilat nuk mund të besohen të huajve ashtu. Ne kemi eksperjenca të gabuar, të këqija me të huajt. Italia vërtet është vendi mik i yni, vërtet ka patur qëllim dhe ka për Shqipërinë, por ne do të referohemi edhe historisë që na 12 apo deshët ju, pavarësin, ku të 4 ambasadorët kryesorë në Shqipëri, Italisë, Austrisë, Francës, apo të Mbretërisë Bashkuar të Anglisë, nuk kanë qenë kurrë miqësor me Shqipërinë përveç se ambasadori austriak. Dhe kështu që ne do të jemi shumë të kujdesshëm, nëse nuk referohemi historisë së dieshme, është vështirë që ne të bëjmë miq të rinj kur i kemi pasur armiq të dieshëm. Nuk i them në armiq në kuptimin e plot të fjalës, por duhet të jemi shumë kujdesshëm kur japim pasuritë tona kombëtare për të bërë qoka politike, korrupsion politik, dhe në një të nesër kur ndërrohen qeveritë apo ndryshojnë po deshët ju dhe geopolitika, ne të gjendemi përballë një katastrofe. Prandaj doja ta elaboroja këtë duke sjellë në vëmendje edhe ambasadorin amerikan. Faleminderit për këtë pjesë. Sigurisht nëse do na lindi mundësia edhe për ta ezauruar dhe çështën e Alpetrolit, nëse rezulton e tillë do ta diskutojmë, do kemi mundësi për sa i përket. Është Zvërneci, është Sazani, janë të dy bashk, do bëhet Sazani, nuk do bëhet Zvërneci, çfarë do ndodhi? Më lër të shpjegoj diçka për Zvërnecin, sepse di diçka që duhet ta ndaj me ju patjetër. Unë jam avokat i familjes Sheu, përsa i përket çështjes së Zvërnecit. Të Artur Sheu. Okej. Unë i njoh ata sepse unë jam nip në Kanin nga mamaja. Kam lidhje të vjetra miqësore me atë familje, plus edhe me Artur Sheun, kam njohje të mia të fëmijërisë e kështu me radhë. Dhe e njoh mirë atë situatë atje. Përsa i përket Zvërnecit, familja Sheu nuk ka asnjë dyshim që është pronare. Po s'ka asnjë dyshim fare. Është pronare në 1900 e këtea, po deshet një moment, mund ta bëjmë dhe emision, unë kam dosjen kaq, mund ta sjell, nuk është ky problemi. Okej. Sepse jam pronar. Problemi tjetër është ky që ajo prona atje është lakmuar dhe është folur këtë periudhë sikur kanë zënë detin, kanë zënë atë, kanë zënë këtë. Absolutisht nuk kanë zënë as detin, as gjë, as rrën e detit. Ajo familje ka marrë më pak se çka si pronë atje. Do të kuptojmë diçka, ka marrë shumë herë më pak se që posedon në dokumenta të vjetër deri në vitin 48 që i kanë ata letrat, që ka pastaj i kanë humbur pronësinë. Dhe deri këtu jemi okej. Problemi qëndron që aty nuk është futur as Ivanka dhe as kushnër për Zvërnecin, absolutisht jo. Aty është futur një biznesmen i fuqishëm shqiptar, i cili ka bërë ndërmjetësimin, ndërmjet familjes Sheu edhe arabëve, dhe aty pastaj janë turrur dhe të tjerë, të cilët kishin përfituar si përfaqe toka edhe nga familja Vlora, po dhe nga njerëz të tjerë, dhe ja kanë shitur
arabëve. E qartë. Dhe kjo është gjithë historia. Pra, vëllezëri nga Katari dhe ndërmjetës për këtë nuk ka lidhje fare me Zvërnesin. Po kur të them fare, dhe Aruba nuk ekziston në kuptimin siç e thon këta. Pra që ka ndodhur Aruba u baj takimi i madh kështu me radhë. Po ka ndodhur Aruba. Ka ndodhur Aruba, u them unë çka ka ndodhur dhe kush ka qenë dhe njerëzit po dëshën ty e gjithë me radhë. Është më se transparente, por momentin që kërkohet të bëhet politike situata, për arsye politike, madje për mirë apo për keq, atëherë fillon konfondohet edhe qytetarët që janë shqiptarë kështu me radhë. Problemi është qenë korrekt dhe me audiencën, sepse në këtë rast ajo është më tepër çështje ligjore, mbrojtja që ju i bën. Nuk e thash ligjore, e thash në mënyrë të përgjithshme, nuk e thash ligjore. Domethënë është një hapësirë që më tepër kërkon një interpretim ligjor dhe sigurisht në fund do ta zgjidhë gjykata në çështjen i takon apo s'takon pronësia, sa ka marrë, sa nuk ka marrë. Jo, po flas fare për pronësinë, nuk e kisha aty, e kisha në mënyrën se siç thuhet, kuptoj. Mund të ishte Artur Shehu, mund të isha unë, mund të ishte dhe ju. Po jo Arturi. Pra, sepse ne themi Arturi është familja. Arturi është si që ti ose Jamabër Maltezi ishin 67 trashëgimtar, 80, po përdor emri Jamabrit për goditur Sali Berishën. Dakor, mirë. Emri më i njohur që bravo, ky është thelbi i gjës, pra dakor. Pra, ti mund të isha dhe unë, mund të ishe dhe ju. Aty është thelbi është tek projekti. Po pra. Pra, ideja është që ka projekt, s'ka projekte të tjera me radhë tani për Sazanin, mendoni që do bëhet Sazani, Shqipëria thotë do duhet është investitore, pra do marrë përqindjen e vet fitimin nga kjo histori. Shiko, Sazani përgjithësisht së vërtetës është lakmuar. Është lakmuar edhe në kohën e Fatosanos, është lakmuar edhe në kohën e Sali Berishës, është propozuar, është vetë ofruar Edi Rama. Atyre dyve i është kërkuar, ndërsa Edi Rama është vetë ofruar, për arsyet e tij që Edi Rama i qanë, po ta them gjuhë popullore, këto marrëveshjet kështu për t'i kthyer në populizmin e vet. Pra, për të bërë qoka, për ndonjë pushtet. Problemi është që Sazani ka një diçka. Nëse do investohet të Sazan, do humbasin shqiptarët. Pse do humbasin shqiptarët? Ati mund të bëhet një investim shumë i madh, miliarda, arabët s'ka ku çojnë paratë kështu me radhë. Por mos harrojmë. Nëse do jepet status investitori strategjik, do të kuptojë diçka. Ka disa kushte. Lexoni ligjin për investime strategjike çfarë thotë. E para një kusht i parë që ti duhet të çosh energjinë elektrike atje. Energjinë elektrike. Ti duhet të çosh patjetër rrugën atje, që në rastin konkret i bie që ti rrugë detare. Do bësh rrugë detare ose do bësh ta lidhësh me Vlorën, se s'ka tjetër nuk ka. Mos harro diçka, nga sa është bërë një projekt që të bësh këto lloj investimi në Sazan, sepse do t'u ofrosh atyre të gjitha këto të mira, që ata pastaj ti të fillojnë të ndërtojnë atje, shteti shqiptar i duhet nga 200 milion deri 400 milion euro. Pra, që t'investoj, t'u bëj gati atyre zotrive dhe të thonë, hajde tani investoni se keni ujin këtu, keni ujë 24 orë, keni dritat këtu, pra keni të gjithë infrastrukturën e nevojshme. Shteti shqiptar do jetë investitor, por problemi që ndodh që nëse ti investon 200-400 milion euro atje, dhe ata do vinë të bëjnë resorte të cilat nuk do pagojnë taksa, sepse ti e di që investime strategjike, por nuk pagojnë taksa. Vërtet. Aty do vinë të huaj, do bëjnë qefe, do hanë, do pinë, do i marrin edhe shërbësit, do i marrin në Bangladeshi, do i marrin të kualifikuar kështu me radhë dhe do ikin. Ku është fitimi këtu i shqiptarëve? Kjo është bëhet i pyetja. Ku fiton këtu buxheti i shtetit? Se ti ke dhënë, se ti ke eksperjenca. Ti ke sot ke Bankës Petroleum Albania që ka 20 vite dhe nuk i ke marrë kokër leku takse. Pse? Sepse ti ke dhënë koncesion, dhe ai bën ta nxjerr bilancin 0-0, jep sa lek bashkisë Skovec, jep sa lek bashkisë Patos, sa bashkisë Fier, thot kanë bërë si thon, bamirësira apo kanë bërë si themi qoka dhe ata ti zbret të gjitha nga bilanci. Dhe kështu që unë mendoj ajo dhe mund të ndërtohet, por fitimi i shqiptarëve do jetë 0 nga gjitha investim. Ka shumë do jepet një pronë publik për ta investuar të tjerë, për do investosh ti, da gëzohet të tjerë, do fitojnë të tjerët, dhe ti ka çfarë do mbetet ty asgjë. Faleminderit avokat. Dhe mos harro diçka që sot ti në Sazan nuk shkon dot më. Ato ture turistike nuk shkojnë më sepse bashkia ka votuar, ka ndarë dhe plazhet atje dhe ti nuk shkon dot më sot atje. Në Sazan po flasim. Po është ndaluar. Okay. Është votuar Këshilli Bashkia, kuptohet. Se pata fatin ta bëj një xhiro atje realisht, këtë e them me sinqeritet. Avokat, çfarë ndodhi dje, kuptove gjë nga ajo përplasja përpara kuvendit mes policisë dhe protestuesve? Ndodhi. Ishte një lloj skizme policeske ose atyre të cilët janë futur në brenda le themi protestës, të cilët kërkojnë me çdo kusht që
ta adresojnë këtë protest në mënyra të ndryshme, ta bëjnë atë të dhunshme. Sot interesi më i madh që ka Edi Rama është që protestat të konsiderohet e dhunshme. Në momentin kur e konsideron të tilla, ai pastaj ka justifikimin e gjatë, si them unë. Kjo gjë u tentua të kryej dje. Policia, për mendimin tim, kaloi përtej çdo lloj parashikimi të mundshëm me disa protestues për të cilët ishin aty vetëm për të protestuar në mënyrë të paqë, sikur e kanë bërë edhe të tjera. Pastaj nëse ankohen që vezët nuk ishin bie, po ishin të dyqanit, kjo pastaj është tjetër histori. Aty mirë bën atë Sherion Vraçës, në thojë po them, sepse e konsiderohet si një nga deputetët me notë kaluese të Partia Socialiste, do duhet ta thosh, as tjerë për mua angeles totalisht. Ishte batut kjo që të kuptohemi. Dhe pastaj prangosja e disa prej atyre protestuesve aty, kryesisht e Goxhajt edhe të tjerëve, ishte qasja reale që ka kjo qeverisje për t'i mbyllur gojën ose për t'i trysnuar ose për t'u bërë presion njerëzve të cilët kuptohet qartë andi në momentin kur ka një protestë të dhunshme, kanë më të stopohen për të dalë dhe për të marrë pjesë aty. Kjo protestë ka qenë kaq e mirë, kaq genuine, kaq e arrirë, kaq e qartë në vijimësi për 31-32 ditë, pikërisht sepse ka hequr tempin e militantizmit partijak dhe të dhunës që mund të ndodhin aty. Ka pas eksese dhune, por kanë qenë totalisht të diferencueshme. Kjo e ka bërë, domethënë, që Edi Rama të shkryej qimet e sjelljes apo të vetullave. E qartë. Faleminderit avokat. Si keni parë protestën deri tani, sa kanë se bashkë nuk kemi pasur mundësi të flasim në tërësinë e saj, i ka dhënë mesazhet e duhura, ka pasur një lloj zbeje, pritet të ketë një lloj masivizimi sërish, kemi protestat edhe ska të korrik. Në Shqipëri ne të gjithë po flisim që shqiptarët nuk protestojnë, janë flen gjumë kështu me radhë, pra kishte lloj ngrini lloj insinuatash e kështu me radhë. Por Edi Rama në kuvend apo nuk e di, mos gaboj, në një takim ka thënë që shqiptarëve nuk u ngrihet. Është në 2018 ka. Diçka e tillë ka qenë kështu, edhe ka thënë nuk u ngrihet, edhe kështu që shqiptarët u ngritën, tani që u ngritën shqiptarët, Edi Rama ka frikë. Problemi është që unë nuk mendoj që masiviteti është ai që duhet parë. Mua më pëlqen që edhe për mua nuk ka rëndësi numrat, për mua ka rëndësi qëndresa. Për mua ka rëndësi që gjithë shqiptarët sot janë në një mendje që Edi Rama është kthyer në mret dhe duhet larguar. Kjo është e rëndësishmja. E rëndësishmja shqiptarëve sot u ka dalë frika, u ka dalë realisht frika, nuk kanë më frikë të godasin dhe me vezë, dhe ajo dije ka qenë skena më e bukur që mund të ndodhi, kur vetëm evropianët kishin parë që në liderat evropian, qofshin dhe kryeministra apo deshët ju, i kanë goditur me vezë, me torta në surat, edhe Merkelin, mos gaboj, e kanë goditur, edhe Helmut Kohlin, e kudo, edhe Kraksin, kur flite për korupcion që doli në hoteli do ikte dhe mbuluan rojet me çadër, e godisin me monedha dhe askush nuk u arrestua. Ajo që ka ndodhur dje është turpi më i madh që mund të bëjë një polici shteti. Sepse goditja me vezë nuk është akt dhune, është akt dëshpërimi. Është akt dëshpërimi dhe nuk ka do të thotë po të ishte me goditur me gur, me tulla po. Mund të, sepse atje kishte edhe tulla, mund t'i merrin godisin trotuar. Po veza, torta, sendet të kësaj natyre që nuk të bëjnë dëm fizik, pa dyshim që janë mjete që protestuesit i kanë përdorur në gjithë botën. Se ne, kur protestohet dhunshëm, hodhi shashka opozita, dogji kuvendin, dogji parlament, atë kryeministrin, nuk protestohet kështu, bla bla bla. Tani që qytetarët kanë dalë, protestojnë në këto forma, po jo se s'është kjo protesta ashtu dhe të kujton komunistën kur bëri gazetën Albania që në vend i thoshin në urime gazetën një i thoshe ke shkrimin e ke tesh, një i thoshe ke 12, që i ka dhe letrën e ke të trashin, dhe ke të hodhë, një ke të gjërë, një ke të shkurtë. Kështu që ne nuk na gjendet karari kurti. Rëndësishmja që shqiptarët sot janë ngritur dhe shiko kush me bukra, them diçka, me bukra është ti sepse në këtë protest janë bërë bashkë komunist, ballist, legalist, musliman, katolik, ortodoks, vëlle, buqër, pra, doktor, avokat, pra, të gjithë shtresat që vetëm njeri mund t'i bënde bashkë, vetëm Edi Rama. Vetëm ai arriti t'i bënde të gjithë shtresat e shoqërisë bashkë për të protestuar kundër tij. Më kuptoni sa e bukur është kjo protesta apo jo?
që unë, avokati dhe kolegu avokati dhe ti gazetar profesionist tënd, shkojmë atje me atë moratorin, me atë bujkun atje në krah dhe protestojmë. Kjo është bukuria e kësaj proteste aty. Nuk ka rëndësi numri, janë 10.000, janë 20, janë 100, ose edhe 2.000, nuk ka ky, nuk është rëndësi, rëndësia është qendresa që bëhet çdo ditë. Mos harrojmë që jemi në verë, secili ka fëmijë që do të ikë dhe në plazh, të vejë dhe atje terror ajo kjo, por mos harrojmë që në shtator kjo protestë do zgjerohet. Kur të kthehet të gjitha pushimet, pra shikoni rezistencë vazhdues. Kjo është rezistencë, sepse do ta lidh me atë që tha avokati pak më parë, që nuk ja kishte bosh Donald Trump, Edi Ramos, që gosën e tij t'ia përgojonte llumi këtu në Shqipëri, dhe Edi Rama ta prezantonte me mafiozët të Shqipëri. Emrin e tij ta përdorte, se Ivanka nuk ka qenë në Shqipëri fare, dhe ai do shkoi në Vlorë se ka ardhur Ivanka. Për herën e parë po ka qenë, herën e dytë nuk ka qenë. Dhe ka shtallur me qytetarë dhe shtallë me mediat, po deshët ju. Dhe se ja kish bosh Donald Trump. Dhe ky ndonjëa unë zvajta në summit, ndonjëa se ma kish lënë Trumpi porosit të mbaja vajzën, se vajza ishte minorene dhe do ta kaprin rrugës da përdunonin dhe ky e ruajti. Po çfarë janë këto muhabete? Andaj kupton çka ka dëmit madh i ka bërë ai presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës? Dhe ardhi ambasadori të ri këtu do ndryshojnë shumë gjëra. Nuk është Yuri Kim që vjen këtu, as ai tjetri. Vjen një personalitet i cili nuk po them që ai do godasje, do zhduk këtë, do zhduk atë. Po them, do vjen një njeri serioz, i cili gjithë jetën e tij ka për beteja, se ka qenë ushtarak, dhe nuk besoj që ai të ketë të harruaj, të turpurohet të pleqëri, të korruptohet në pleqëri. Pra do ketë qëndrime në qeverisë. Unë mendoj që do ketë qëndrime që shqiptarët të jetojnë në dinjitet në vendin e tyre. Nuk ka rëndësi ore, kupton se këta thonë jo opozita, jo ai ky. Këtu është ngritur gjithë Shqipëria. Pra unë udhtoj çdo ditë, besoj dhe ju të gjithë, nuk dëgjojmë një njeri që të thotë që pse po bën protesta. Kur do iki ky thon? Të gjithë thon kur do iki ky. Ky çel vitra.